unë vuaj nga pakënaqësia. Ata që më njohin nga afër e dinë shumë mirë këtë gjë. Ata që më shikojnë nga larg nuk e besojnë fare këtë që po them unë, sepse me sa kam arritur të kuptoj është që në distancë perceptimi që unë krijoj është shumë ndryshe nga çfarë unë jam në të vërtetë. Dhe nëse në distancë mund dukem si dikush që mendon se i di të gjitha, në fakt unë vuaj nga pakënaqësia, domethënë jam i pakënaqur me çdo gjë që bëj. Nuk them që po tu jam happy, sepse nëse do ketë një gjë me cilën do jemi kënaqur pa kushte, besoj se do arri ta shoh momentin e hyrjes në Bashkimin Evropian, sepse aty ajo është një gjë epokale, historike, jashtëzakonshme dhe që përtej të gjitha gjërave, domethënë është një, ndërsa të gjitha arritjet e tjera që sigurisht nuk kanë kohën as për fatin, as për mundësitë, as për çfarë kam arritur etj, po të gjitha tjerat i shoh me një ndjenjë pakënaqësie ndaj vetes, jo ndaj mundësive që më janë dhënë, po ndaj vetes. Sepse në çdo gjë mendoj që mund të kisha bërë gjërat më mirë, mund t'i bëj gjërat më mirë dhe është një gjë që jam pasur historikisht. Unë luftoj shumë për bindjet e mia, domethënë jam shumë i vështirë në debat, sepse i mbroj me shumë forcë bindjet e mia dhe unë mendoj që njeriu duhet i mbrojë bindjet e veta me forcë. Por jam shumë i hapur për të kuptuar se çfarë mund të bëj më mirë, edhe për të kuptuar se ku mbase tjetri e ka mirë dhe unë e kam gabim, por nuk e tregoj. Këtë nuk e tregoj. Vjen edhe me profesionin. Jo, e kam pas gjithmonë, do kam qenë gjithmonë që i vogël fare i bllokoj. I pathyeshëm në kokëfortësinë për të nxjerrë timen.